Shëndeti mendor nuk është me vetëm luks, por është domosdoshmëri. Roli psikologëve është shumë jetik për të krijuar një shoqëri më të shëndetshme. But it could be also the sign of digital medias which are not due to the age of the children. Pa shëndet mendor nuk ka zhvillim të qëndrueshëm, nuk ka arsim cilësor, nuk ka produktivitet dhe as paqe shoqërore. Në një kohë kur bota përballet me ritme të shpejta, me pasiguri, me ankth, izolim social, izolim emocional dhe kriza identiteti, shëndeti mendor nuk është me vetëm luks, por është domosdoshmëri. Kemi ndërtuar një platformë ku dia, etika dhe pasioni human ecin krah për krah, duke ngritur nivelin e praktikës psikologjike dhe duke promovuar një shoqëri më të ndjeshme ndaj mirëqenies emocionale. Të nderuar pjesëmarrës, ky kongres nuk është thjesht një ngjarje shkencore, është një manifest i përbashkët për shëndetin mendor, një dëshmi se psikologjia shqiptare po ecën përpara me profesionalizëm, integritet dhe një frym bashkimi që frymëzon. Këtë kongres e shohim si një urë ndërmjet shkencës dhe praktikës, ndërmjet brezave të ri dhe atyre me përvojë, ndërmjet institucioneve publike dhe sektorit privat. Ritmi i jetës është shumë i përshpejtuar, presionet sociale, pastaj përballja e përditshme me stres, me ankth. Roli psikologëve është shumë jetik për të krijuar një shoqëri më të shëndetshme mendërisht dhe shpirtërisht, më të vetëdijshme për të përballuar sfidat e jetës moderne. Për këtë arsye, roli i psikologëve është i pazaventueshëm. Mirë po, nuk është vetëm trajtimi, është parandalimi, edukimi dhe bashkëpunimi ndërsektorial me profesionistë, familje, me institucione, me shkolla, të cilat do të ndërtojnë një shoqëri, e cila do të ngritet me një kulturë që do të ndikojë në mirëqenien emocionale. Do të punoj mas pari edhe me vetveten. Unë e kam vesh një mesazh. Ju lutem, duani njëri tjetrin. Ju lutem mos u shtyni me bryla, se s'msa rrim vetë si individ. Ta kultivojmë ndjenjen ne. Unë e kam këtë ndjenjen ne shumë të zhvillume. Edhe nështë është pak e çmenduri, mirë po, ma merr mendja se më jep shumë pozitivitet. Mirë po, pa janë shkalu të kemi kujdes për shëndetin mendor tonin si terapeut. A kem mjek, a kem psikologa, pedagog, na s'mujmë një kërkuj tjetër kur vetë nuk njihemi mirë. Ju lutem, mësoni kufit e tolerancës t'juve. It is a book about a safe place. And it is so important to have a closer look at safe places, because when we look at the traumatic experiences we have in the past, we can't change the past, but we are able to create, even in a very difficult circumstances, we are able to create safe places, or to create the place a little bit safer. These 3 children, they are not in a safe place. The forest can be a universal picture for war, for flight, for domestic violence, for bullying at school. But it could be also the sign of digital medias which are not due to the age of the children or is much too much. It can be everything. And if you have a look at the children, you see they can't calculate, they can't learn, they can't interact in a sensitive way together. They are trying to survive. That is the typical thing when we are not at a safe place.